Nëse ju dridhen duart, dëgjojeni urgjent këtë lajm. A ju ndodh juve apo dikujt tjetër të afërm që vazhdimisht i dridhen duart? Dridhja e duarve është një fenomen shqetësues dhe i bezdisshëm për disa persona. Dridhjet e duarve mund të shkaktohen si pasojë e konsumit të madh të kafes apo kur jeni të ekspozuar ndaj stresit kronik. Gjithashtu në dridhjen e duarve ndikim kanë edhe ilaçe të ndryshme që mund të përdorim për eliminimin e këtij fenomeni. Është e rëndësishme që persona të cilët vuajnë nga diçka e tillë të parandalojnë dridhjen e duarve. Ekzistojnë shumë njerëz të cilët vuajnë nga ky problem si pasojë e hershme të sëmundjes së Parkinsonit apo sklerozës multiple. Prandaj gjithmonë duhet të jeni të kujdesshëm ndaj këtyre shenjave që ju dërgon trupi dhe të mundoheni t'i kuroni ato për sa kohë jeni ende herët në fillim të këtij problemi.